Të nderuar shikues, kështu së bashku kalojmë në faqen e dytë të gazetës se siç paralajmërova në hyrje të emisionit, sot flasim për zgjedhjet lokale, ndërkaq në këtë faqe i dedikohemi Mitrovicës së Jugut, ku bashkë me ne është kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës për Asamblenë Komunale, Elvis Feka. Zotri Feka, mirë se vjen. Mirë se gjej. Kështu si hyrje të emisionit dhe pse e di që për qytetarët e Mitrovicës ju jeni figurë e njohur, meqense se keni kontribuar, keni punuar si drejtor për zhvillim ekonomik në këtë komunë, hyrje kështu, kush është Elvis Feka dhe çka synon? Faleminderit shumë për ftesën. Jam i nderuar që sot jam pjesë në këtë diskutim bashkë me juve për të prezantuar pjesën e time si kandidat për Asamblenë Komunale në Mitrovicë. Unë jam Elvis Feka, jam kandidat për Asamblenë Komunale brenda listës së Partisë Demokratike të Kosovës. Kam qenë drejtor për ekonomi, zhvillim dhe turizëm për 4 vite. Para angazhimit tim në kuadër të komunës, kam qenë pjesë e Universitetit Publik të Mitrovicës, si dhe pjesë një kohë të shkurtër në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë. Në aspektin profesional, jam doktor shkencë në qeverisje dhe administratë publike, si dhe jam pjesë e shumë projekteve dhe organizimeve të mira edhe projekteve të bukura që bëhen në qytetin e Mitrovicës. Mirë, po kjo është hera e parë që ju garoni për Asamblenë Komunale? Po, është hera e parë që garoj për Asamblenë Komunale, që për mua është privilegj, është nder edhe është respekt me u shërby qytetit të qytetarëve të Mitrovicës. Çka ju motivoi të hyni garës, zotri Feka, apo ndoshta është kështu një nxitje puna që keni pasur në 4 vjeçarin e kaluar? Normalisht, përmbushja ime kryesore për të qenë pjesë e Asamblesë Komunale është vazhdimi i kontributit me punë të mirë dhe angazhim maksimal për qytetin edhe për qytetarët. Kjo është arsyeja kryesore, po të njëjtën kohë gatishmëria për me punu një ekip siç kam punuar për 4 vite me kryetarin Bedri Hamza dhe në kryetarin Arjan Tahiri, ka qenë një privilegj i veçantë ku kemi realizuar shumë projekte dhe shumë ide të rëndësishme për qytetin edhe qytetarët e Mitrovicës. Duke u nisur nga puna që ju e keni bërë, meqense e keni si teme dhe përvojën në këtë komunë, dëshiroj të di se cilat janë punët që ju krenuani më së shumti kur flasim për një drejtori që ju e keni udhëhequr. Po, te pjesa e drejtorisë për ekonomi, zhvillim dhe turizëm, është drejtoria e re që është themeluar gjatë mandatit tonë qeveris, ku në kuadër kësaj drejtorie kanë qenë shumë përgjegjësi edhe shumë projekte të rëndësishme në Mitrovicë. Një ndër projektet shumë të rëndësishme në Mitrovicë është pjesa e zhvillimit të turizmit në Mitrovicë, që kemi bërë punë dhe angazhime shumë të mëdha, përfshirë projektin e balkonit panoramik në Zasell, që është një prej projekteve më të bukura të turizmit, jo vetëm në Mitrovicë, po dhe me gjerë. Janë shpenzuar dhe janë hapur shtigjet e para të ecjes, ku ka qenë një ide shumë e mirë për shumë turist edhe shumë vizitorë në Mitrovicë, çka tregojnë edhe statistikat edhe dhënat që qyteti i Mitrovicës është rrit numri i vizitorëve, po të njëjtën kohë është rrit edhe numri i vizitorëve të cilët qëndrojnë më shumë se një ditë në Mitrovicë. Kjo neve na bën krenare dhe të lumtur për angazhimin edhe punën tonë në pjesën e turizmit. Po ashtu kemi subvencionuar me panele solare edhe bujtinat në zonat malore, kemi përkrah gra, tri edhe treja me produkte artizanale në për zonat rurale, për të rrit edhe për të fuqizuar pjesën e turizmit, po të njëjtën kohë edhe pjesën e zhvillimit të ekonomive familjare në për zonat rurale. Sa i përket pjesës së zhvillimit ekonomik, jemi angazhuar maksimalisht, punoj me 3 trejat, po të njëjtën kohë edhe me bizneset ekzistuese për të fuqizuar zhvillimin ekonomik lokal, ku për 4 vite kemi arritur që t'i ndajmë 100 grante treja për bizneset e reja në Mitrovicë, dhe kemi arrit të përkrahim shumë tri në pjesën e avancimit profesional, në ndërmarrësi, në krijim të mundësive për pjesën financiare, aktivitete financiare dhe forma tjera. Po ashtu, rreth 303 kanë qenë pjesë e trajnimeve profesionale brenda komunës së Mitrovicës dhe ndërmarrjeve tjera në Mitrovicë, private dhe publike, ku kanë marrë njohuri prej praktikave dhe përvojave me pagesë që kemi realizuar si komunë. Një prej projekteve që kam shumë për zemër është pjesa e angazhimit për personat me nevoja të veçanta në Mitrovicë, ku për herë të parë, jo vetëm si komunë e Mitrovicës, po edhe në gjitha komunat e Kosovës, është lansuar skema e përkrahjes së praktikës me pagesë për personat me nevoja të veçanta, dhe si komunë e Mitrovicës për 3 vite me radhë që kemi realizuar si skemë, janë angazhuar 35 të ri në skemën e praktikës me pagesë, e cila skemë po besoj dhe po shpresoj që do të vazhdoj edhe më tutje. Sa i përket pjesës së zonave ekonomike si komunë e Mitrovicës, ne kemi 2 zona ekonomike në Mitrovicë, jemi angazhuar që
kemi investime në këto zona, po të njëjtën kohë edhe të bëjmë pjesën e dhënies së parcelave për bizneset aty, ku për këtë mandat I kemi jep 14 parcela për bizneset prodhuese dhe përpunuese në Mitrovicë, me qëllim të rritjes së punësimit dhe zhvillimit ekonomik lokal. Në kuadër të dikasterit të Drejtorisë për Ekonomi, Zhvillim dhe Turizëm, është edhe pjesa e ndërmarrjeve publike lokale, ku ndihem me fat që fal angazhimit të punës së këtij dikasteri, ne jemi komuna e cili ka marrë fonde shumë të mëdha edhe nga jashtë, për shkak të buxhetit limituar që kemi pas, dhe si komunë kemi renovimin e stacionit të autobusëve që veç është duke ndodhur, është projekt mbi 500.000 euro. Po ashtu e kemi edhe projektin jemi në fazat finale të projektit të renovimit të ndërmarrjes omnisporti, cila do të vazhdojmë edhe me punë dhe projekte tjera po shpresoj në mandatin e ardhshëm. I nënvizuat disa prej punëve të mira dhe unë uroj që punët e mira gjithmonë të vazhdojnë. Mirë po, a flasim pak edhe për problemet e Mitrovicës. Cilat janë problemet e Mitrovicës që, apo ndoshta ashtu, si themi, hallet më të mëdha të qytetarëve të Mitrovicës, për cilat do të mund të ofronit zgjidhje? Po, Mitrovica, edhe pse I përmenda disa prej angazhimeve dhe punëve që ne kemi bërë si komunë, realisht ballafaqohet me sfida tjera, për shkak, po them edhe pjesës historike të qytetit Mitrovicës, po dhe sfidës së krijimit të një imazhi më të mirë si qytet, për shkak të çështjeve politike dhe çështjeve të ndarjes së qytetit. Mirë po, angazhimi jonë është që vazhdimisht të punojmë me projekte të mira, me punë të mira, edhe sfidat dhe problemet që janë në Mitrovicë, thjesht t'i kalojmë bashkërisht me përkrahjen edhe të qytetarëve, po edhe të donatorëve, të cilët jemi vazhdimisht në kontakt dhe në punë të vazhdueshme me ta. Po besoj ju vazhdimisht është prej kur edhe ka filluar fushata jeni në takime të çdoditshme me qytetarë, çfarë ju thon ata, çfarë atmosfere është kur flasim për garën e cila po zhvillohet në Mitrovicë? Po, sa I përket takime me qytetarë, e them me përgjegjësinë më të madhe që jemi një prej qeverisjeve që qytetarët në Mitrovicë kanë pas gjithmonë dyert e hapura dhe ato që e them me krenari është që çdo diskutim që kemi pas me qytetarët e kemi trajtuar në maksimum dhe kemi jep gjitha kapacitetet tona që me arrit me realizu projektet edhe punë që I kemi për ta. E përmend edhe më herët që sfidat Mitrovicë janë sfidat cilat nuk mund të kryen as me një mandat dhe për këtë arsye ne edhe kërkojmë mandatin e ardhshëm, për shkak se shumë punë që ne kemi nisë këtë mandat kanë mbetur në gjysmë, jo premtimet cilat ne I kemi dhënë, mirë po punë cilat kemi arrit me I marrë nga donatorët edhe të jashtëm, edhe që për ne është shumë kënaqësi e madhe që kemi arrit me kriju një bashkëpunim shumë të ngushtë me donatorët dhe kemi arrit që të kemi në vazhdimsi edhe projekte tjera cilat shpresojmë dhe besojmë që do të arrijmë të realizojmë në Mitrovicë. Cili është potenciali kryesor I Mitrovicës që mund zhvillohet edhe më shumë? Po, pjesa e zhvillimit ekonomik është një prej potencialeve shumë të rëndësishme, si dhe pjesa e zhvillimit të turizmit Mitrovicë, ku në të dy dikasteret ne kemi bërë punën tonë maksimalisht. Mirë po, pretendojmë që në vitet në vijim, ne të vazhdojmë edhe në kompletimin e infrastrukturës në zonën ekonomike në Frashër që është, dhe ka parcela ende të lira, cilat do të synojmë të japim për bizneset përpunuese dhe prodhuese, si dhe do të angazhohemi prapë që të rrisim numrin e granteve për bizneset e reja, si dhe bizneset ekzistuese që neve që kemi përkrah, synojmë që të vazhdojmë përkrajen për ta, që të ngrisim në nivele dhe kapacitete tjera që të dalim përtej kufejve të komunës Mitrovicë dhe të ofrojnë shërbime, të ofrojnë produkte edhe në qytetet e pse jo edhe të kenë eksport. Po ashtu, te pjesa e bizneseve, ne jemi angazhuar shumë që projektet dhe idetë cilat janë, që për fat mirë kemi edhe projektet cilat kanë patentim mbrana Kosovës, për që janë ide inovative dhe ide të veçanta, e që kjo neve na bën krenar jo vetëm për angazhimin dhe punën që ne kemi bërë, po të njëjtën kohë është edhe imazh I mirë edhe I qytetit, po edhe imazh I mirë I joni tek donatorët dhe bashkëpunëtorët që kemi pas për 4 vite. Në këto 4 vitet e shkuara tashmë, si ka shkuar edhe komunikimi me Mitrovicën e Veriut, ndoshta me zyrtarët atje, se të jesh, si themi, të kesh një detyrë në Mitrovicën e Jugut nuk është njëjtë si në gjitha komunat e Kosovës. Po, normalisht për ne si komunë e Mitrovicës gjithmonë kanë qenë bashkëpunimi në nivelet maksimale, si dhe kemi ofruar me kapacitetet tona mundësitë dhe bashkëpunimit që kemi pas. Të gjithë donatorët dhe bashkëpunëtorët që kemi pas brenda komunës së Mitrovicës, ne kemi synuar
që angazhimin të ashtrim edhe në komunat veriore të Kosovës, për shkak se është interes joni si komunë e Mitrovicës të krijojmë bashkëpunime. Ajo që ka neve si komunë e Mitrovicës na ka mbet peng është pjesa e krijimit të bashkëpunimeve ndërkomunale, e që për shkak të problemeve të bllokimit të fondeve të Bashkimit Evropian dhe fondeve të jashtme, nuk kemi arrit me realizu projektet përbashkëta që me përfitu grante edhe për te kufejve, domethënë bashkëpunimi mes dy komunave. E rëndësishme kjo për të diskutuar së bashku me ju, zotri Feka. Kur flasim për mandatin anshëm cilin e synoni, cili është vizioni juaj për Mitrovicën pas 4 vitesh? Po, Mitrovicën ne synojmë që projektet cilat veç kemi nisë t'i përfundojmë, synojmë që të krijojmë edhe projekte tjera në aspektin e zhvillimit të turizmit, ku kemi synim të rrisim shtigjet e ecjes, kemi synim të ndihmojmë dhe të përkrahim bujtinat në viset të zonat malore, po ashtu synojmë që ta kompletojmë infrastrukturën në zonë ekonomike, të krijojmë inkubatorin e bizneseve në komunën e Mitrovicës, të krijojmë bashkëpunimin mes parteneritetin, mes komunës dhe bizneseve në Mitrovicë, edhe të ketë takime edhe diskutime të rregullta me bizneset për të parë sfidat edhe të ballafaqojmë bashkë sfidat. Synojmë që ta vazhdojmë pjesën e përkrahjes me grante për bizneset e reja, po ashtu t'i përkrahim bizneset që kemi bua edhe në këtë mandat, vazhdojmë t'i përkrahim bizneset në promovimin e produkte dhe prodhimeve vendore të Kosovës ose të Mitrovicës në panajire brenda dhe jashtë vendit. Kur flasim për komunikimin me qytetarët, zotri Feka, kam kështu një pyetje që i ngacmoj gjithë asamblejës. Në fakt, të gjithë kandidatët për asambleje komunale nga qytetet cilat vijnë, a do të vazhdoni të keni komunikim të njëjtë me qytetarët edhe pas zgjedhjeve, sepse para zgjedhjeve normalisht është ai interesi i votës, kështu për ta marrë besimin e tyre, e më pas si shkon me juve në këtë rast? Realisht, unë thash, kam qenë orientimi im, ka qenë të pjesa universitetit dhe për mu ka qenë kënaqësi e veçantë që të jem pjesë e qeverisjes komunale në një ekip me Bedri Hamzën dhe Arjan Tahirin. Deri tash, dera e komunës Mitrovicës dhe dera e drejtorisë për ekonomi, zhvillim dhe turizëm ka qenë gjithmonë e hapur. Pra ju e keni dëshmuar ta? Po, besoj që e kam dëshmu edhe deri tash me përgjegjësinë e maksimale e them që nuk ka qytetar, nuk ka tri të komunës së Mitrovicës që nuk ka pas mundësinë me ardhur me diskutu me mu si drejtori i zhvillimit ekonomik dhe turizmit të Mitrovicës. Kjo është një gjë. Për këto, prap vazhdoj me mbajtë të njëjtin qëndrim në cilin do pozicion që do të jem. Me përgjegjësinë maksimale e them që do të jem i hapur me bashkëbisedu për secilën sfidë ose secilin problem që do ta kenë qytetarët e Mitrovicës. Me cilin numër garoni në listën e Partisë Demokratike? Po, në kuadër të Partisë Demokratike garoj me numrin 19, edhe shpresoj dhe falenderoj shumë të gjithë përkrasit dhe besoj që do të arrij ta përfaqësoj zërin e qytetarëve brenda asamblesë komunale. Ta llogarisë si një mesazh të shkurtër për fund të intervistës? Po. Apo keni diçka tjetër për të shtuar? Jo, unë ju falenderoj juve, ju falenderoj gjithë qytetarët e Mitrovicës për besimin dhe bashkëpunimin që kemi tregu për 4 vite. Njëjtën kohë ju shpreh mirënjohjen dhe falënderimin e veçantë për çdo përkrahje që më kanë dhënë dhe që vazhdojnë me më dhënë për këto dhe po besoj që nuk do t'i zhgënjej në angazhimin tim edhe për mandatin tjetër qeveris. Zotri Feka, unë ju uroj suksese dhe ju falenderoj që ishit në gazetë sot. Faleminderit shumë juve. Falenderit dhe juve të nderuar shikues, tash është koha për të shkëputur me një blog të shkurtër marketingu e më pas për të rikthyer me faqen tjetër të gazetës ku do të jemi me Halit Gashin, kandidatin e Aleancës për Harmoninë e Kosovës që synon asamblenë e Prishtinës.